Përshëndetje delegat, pjesëmarrës në këtë koment të jashtëzakonshëm. Përshëndetje motra. Përshëndetje gjithë ata të rinj të cilët kanë shprehur gatishmëri, janë pjesë e jonja të këtij subjekti politik. Nderuar kryetari i Partisë së Shqipërisë për Integrim, të nderuar kryetar sekretar organizativ, të nderuar bashkëqytetar, delegat, të nderuar gjithë të pranishëm. Fillimisht lejoni të theksoj një përshëndetje të veçantë, pasi që të veçantë këtë kuvend sot e bën pjesëmarrja e gjinisë femërore, motrave tona të komunitetit Ashkali, që kur një herë Ashkali në historinë e tyre nuk e kanë bërë. Andaj përshëndetje të përzemërta dhe serioze edhe për gjininë femërore delegatën kuvend këtë jashtëzakonshëm. Të nderuar të pranishëm, Partia Shqiptare për Integrim po e dëshmon vetëm që është parti e vlerave, parti serioze, parti që për kujdeset për zbatueshmërinë e ligjeve, për implementimin e ligjeve që flasin dhe na garantojnë të drejtat dhe lirit tona si komunitet. Komuniteti Ashkali i Kosovës është komunitet paqësor, liridashës. Pashtu, komuna e Ferizajt vazhdimisht ka qenë një shembull i mirë edhe për komuna tjera të Kosovës, bashkërisht me institucionet e vendit, lokale, pashtu ato qendrore, se si duhet integrohet komuniteti, se si duhet përfaqësohet komuniteti. Mirë po, në këtë nuk e kam pritur, sinqerisht po e them, s'paku unë nuk e kam pritur, pasi që ju e dini të gjithë që unë kam qenë figurë politike nivelit qendror, pashtu dhe nivelit lokal e partisë dhe një. Tani edhe këshillën e përgjithshme dhe kryesi, bravo kondina i përgjithshme. Unë bashkëresh dhe me këta do t'jenë që do t'i bëjmë përmëtime tona para që i ta ma herën do t'mundohim për punë serioze, demokratike, të drejtë, bashkëresh me këta kolegë. Besojmë që nuk do t'ju zhvënjej, do të t'lejoni për punë krejt, që ju pëtoj të gjithve në restorant Deja për një kohë. Faleminderit. Proszę cię.